Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akretit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për shenjën tuaj për muajin maj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për parashikime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill, sepse aty përfshihet i gjithë muaj, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë do shohim si do jetë ky muaj edhe për shenjën tuaj. Atëherë, kemi të bëjmë në javën e parë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të zjarit. Atëherë, në fillim të javës parë, ju shoh me lajme të mira, ju shoh shumë festiv për pjesën e beqarëve. Ju do jeni duke dalë ndoshta në një ambient me shoqërinë tuaj, dhe këtu flasim në lidhje me një shoqëri të ngushtë, dhe aty do jetë një person që do të rriqet nga ju. Ju shoh që do keni shumë emocione në lidhje me këtë person, por i vendosni dhe qëllime vetes në lidhje me këtë person që të rriqet nga ju. Gjithsesi unë ju shoh që duhet keni kujdes sepse mund të keni një person afër vetes që është një person ziliqar për ju. Për pjesën tjetër, ju shoh që keni lajme të mira, keni festime në fillim të muajit, mund të jenë festime në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, në lidhje me shoqërinë tuaj, dhe më tepër e shoh me shoqërinë, por edhe në mes të javës ju shoh që edhe në lidhje me familjen do ndjeni më të gëzuar, do keni lajme të mira, por në fund të javës ju shoh me shumë pasion, i vendosni qëllime vetes në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me fëmijët tuaj, me familjen tuaj, në një rast. Në rastin tjetër, mund të keni lajme të mira te vendi punës. Mund të jetë një person që ju mbështet, mund të jetë një person i shoqërisë tuaj. Dhe shoh që do ndjeni shumë mirë në lidhje me këtë person, ndërkohë ju shoh që keni lajme të mira, keni shumë emocione, është full emocione kjo javë dhe shumë pasion shoh, dhe do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me kontrata të ndryshme, me punën, me partneritete, me bashkëpunime që ju mund të keni, ose në lidhje me karrierën tuaj, por edhe në çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, është një javë fantastike, java e parë. Do keni kontrata të ndryshme, kontratat mund të jenë kontrata pune, kontrata shtëpie, kontrata martesore, mund të jenë kontrata për të shkuar jashtë shtetit, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë të shenjës së peshqve. Atëherë, ju shoh shumë të sigurt. Në fund të javës parë, ju shoh me shumë emocione, me shumë pasion në lidhje me një dashuri, jeni të vendosur në qëllimet tuaja dhe në fillim të javës së dytë ju shoh shumë të sigurt. Brenda vetes tuaj do keni shumë vetbesim në lidhje me këtë dashuri. Për një pjesë tjetër shoh që në mesin e javës do jeni në pritje të një përgjigjeje në lidhje me një person, ose mund të jeni në pritje të një përgjigje në lidhje me punën, lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me shtëpinë, me familjen, por mund të jetë dhe një përgjigje nga ana ekonomike, ku ju e prisni, dhe në fund të javës ju shoh që ndiheni të sakrifikuar. Mund të ndiheni të sakrifikuar në lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndërkohë shoh që ju ndoshta keni ngritur mure mbrojtëse në lidhje me dashurinë. Edhe pse ju shoh shumë të sigurt, ju shoh në pritje të një personi, por në fund të javës ju ndiheni përsëri në këtë situatë ku nuk lejoni njëri që të hyjë tek ju.
Ndërsa në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike, shoh që në fillim të javës do merrni disa para, këto para do t'ju japin siguri, do ndiheni më mirë, shoh një rritje ekonomike në lidhje me ju, dhe në mesin e javës ju mund të jeni në pritje ndoshta për të udhëtuar, mund të jeni në pritje për të investuar diku, mund të investoni në punën tuaj, mund të investoni në shtëpinë, në familjen tuaj, ose investime për fëmijët tuaj në një rast tjetër, dhe jeni në pritje të një përgjigje, ndoshta për të vepruar. Dhe në fund të javës shoh që ndoshta jeni ndjerë të sakrifikuar në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, mund të ndjeni të sakrifikuar në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që mund të kenë të bëjnë si në lidhje me dokumentat të ndryshme, në lidhje me kontrata të ndryshme, sepse ju shoh në pritje të diçka, në pritje të një përgjigjeje. Por do analizoni çfarë keni bërë deri në këto momente dhe çfarë duhet të bëni ose çfarë duhet të ndryshoni për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Gjithsesi përsëri erdhi një energji shumë e bukur dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë në javën e tretë ju shoh energjia e shenjave të zjarit, energjia e shenjave të ajrit dhe energjia e shenjave të ujit që jeni dhe ju vetë. Gjithsesi mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Ju shoh me qëllime gjatë gjithë muajit. Në fillim të muajit të javës parë ju jeni me qëllime, në fillim të javës së dytë ju jeni me një vetbesim të madh dhe ndjeni të sigurt me gjërat që do bëni, dhe në fillim të javës së tretë, edhe pse në fund të javës së dytë ndjeni të sakrifikuar, mendoni që keni dhënë shumë, keni marrë pak, mund të mendoni që ju jeni sakrifikuar në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën nga ana ekonomike, dhe në fillim të javës së tretë ju shoh përsëri të gatshëm me qëllime dhe i vendosni qëllime vetes për të ecur përpara. Për pjesën e beqarëve, shoh që mund t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri, me një person, por unë shoh përballë jush, është një person që nuk i jep zgjidhje kësaj dashurie, ndoshta është një person që ka ngritur ato muret mbrojtëse, po mund të jeni dhe ju, dhe nuk lejon që të futet njëri në jetën tuaj për pjesën e beqarëve, sepse doni të mbroni veten tuaj, ndiheni shumë konfuz, keni mbyllur syt, nuk i shikoni gjërat qartë, dhe unë i shoh që ju largoheni në lidhje me nga një person i caktuar, mund të largoheni nga çështje dhe situata që ndoshta në mes të javës nuk i jepni dot zgjidhje, dhe kjo mund të ketë lidhje në lidhje me dokumentat, në lidhje me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me institucione të ndryshme, në lidhje me qëllime të ndryshme që ju mund të keni vënë vetes, me punën tuaj nga ana ekonomike, po ka shumë lidhje me dokumenta të ndryshme. Mund të jenë dokumenta pune, dokumenta leje qëndrimi, mund të jenë dokumenta shtëpie, mund të jenë dokumenta për blerjen e një makine, mund t'i merrni nga më të ndryshmet, mund të jetë një patent, mund të jetë varet nga situatat që keni, ose mund të ketë edhe lidhje me çështje të ndryshme që kanë lidhje me shtetin. Dhe unë shoh që largoheni nga këto, nga një situatë ku i ndiheni konfuz, i lini mbrapa dhe filloni të merrni një drejtim më të mirë për vete, dhe kjo ndodh me hënën e plot. Unë shoh që ju do lini gjithçka mbrapa, gjëra që ndoshta ju kanë shtërruar nga ana emocionale, dhe do merrni një drejtim më të mirë për vete. Shoh që ju mund të merrni një drejtim më të mirë për vete në lidhje me dashurinë, për një pjesë, në lidhje me punën, ose ju do merrni një drejtim më të mirë në lidhje me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi ju shoh me qëllime, thjesht jeni pak konfuz, nuk jepni dot zgjidhje, doni të mbroni veten tuaj, dhe arrini deri në fund të javës së tretë që ju të jepni drejtim situatat, të jepni drejtim vetes tuaj më saktë, duke lënë mbrapa këto kupa, sepse shoh që lini mbrapa këto kupa dhe merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Ju mund të lini një punë që ju ka stresuar dhe nuk jepni dot zgjidhje, një situatë që ju ka stresuar, mund të jetë diçka që ju ka futur dhe ju bën konfuz.
dhe nuk dëshironi të shikoni gjërat qartë dhe unë shoh që largoheni nga këto. Atëherë shohim në javën e 4. Atëherë në javën e 4 keni të bëni me energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë, kemi energjinë e shenjës së demit dhe kemi energjitë shenjave të tokës. Ju shoh që jeni në lidhje me një pjesë prej ju shoh që rikthehet një person nga e kaluara. Është një person që rikthehet tek ju. Mund të jetë një person që është shpirti juaj binjak në një rast. Në rastin tjetër, për gjithë ata që mund të jenë me fëmijë, shoh që ju do të jepni një mbështetje shumë të fortë fëmijëve tuaj. Për pjesën tjetër, mund të ketë rikthim të çështjeve dhe situata nga e kaluara, por që nuk janë pozitive, nuk është se janë negative. Për një pjesë tjetër, mund të kthehen një person që keni kohë që ju nuk e keni parë, është një person dashamirës dhe ju e takoni. Mund të jetë një person i shoqërisë tuaj, në familjen tuaj, ose në një periudhë të mëparshme. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë rikthime në lidhje me punën, mund t'ju kërkojë dikush përsëri në lidhje me një punë që ju keni bërë në të kaluarën tuaj, ose që ju keni qenë të punësuar në të kaluarën tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër ju shoh që do t'regoni shumë nostalgjik në lidhje me fëmijërinë tuaj, sikur do hyni brenda vetes tuaj, ju shoh të kënaqur, ose ju mund të jeni duke menduar edhe në lidhje me persona që mund të keni pasur dashamirës në jetën tuaj në një periudhë të mëparshme. Dhe në mesin e javës ju shoh që ju sikur nuk besoni më te asgjë, besoni vetëm intuitën tuaj, keni hequr do nga gjërat që kishit besuar më përpara dhe po fusni besime të reja. Ndërkohë ju shoh që shumë gjëra i pranoni me përullësi, me mençuri, por ju shoh që do jeni dhe shumë sekret. Ndoshta për një pjesë prej jush mund të ketë lidhje me këtë person nga e kaluara. Dhe këtu flasim për gjithë ata që janë beqar. Për pjesën tjetër, ndoshta ju tregoni shumë sekret në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Ndoshta keni hequr dorë në lidhje me një punë që keni besuar dhe fusni ide dhe besime të reja, në lidhje me një çështje ose situatë që mund të keni pasur, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në çështje dhe situata të ndryshme që keni. Por ju shoh ndiheni shumë të bindur në veten tuaj, shoh që çelësin e keni në dorën tuaj në lidhje me gjërat që ju dëshironi të bëni. Nëse ju doni të fusni ide të reja ose një besim të ri, atëherë është thjesht në dorën tuaj për ta bërë këtë. Dhe ju shoh që jeni edhe duke përdorur shumë atë pjesën e mençurisë në lidhje me ide të reja që ju do keni gjatë mesit të javës së 4. Dhe në fund të javës 4 ju shoh që jeni me këmbë në tokë, mendoni seriozisht, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose për pjesën e personave që do takojnë këtë person, do besoni brenda intuitës tuaj në lidhje me këtë person. Dhe shoh që në fund të javës 4 do jeni duke menduar rreth këtij personi, ose rreth fëmijëve tuaj, rreth situatave dhe çështjeve të ndryshme që mund të keni në lidhje me anën ekonomike, ose dhe në lidhje me punën tuaj, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që keni. Gjithsesi, është një muaj fantastik, fillon me festime, me njohje të reja, shumë emocional, shumë pasion do ketë tek ju, do keni shumë besim në veten tuaj, do ndjeni të sigurt me gjërat që do bëni. Më falni. Ju shoh në pritje të përgjigjeve, të udhëtimeve, thjesht dilni nga kjo energjia e sakrificave që ju ndiheni të sakrifikuar, sepse ju shoh me qëllime në veten tuaj, dilni nga situata ku ju fusin, ju bëjnë konfuz, nuk i shikoni gjërat qartë. Gjithsesi unë shoh që largoheni edhe nga kjo situatë dhe shoh rikthime të personave ose çështjeve nga e kaluara. Dhe marri një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi na japin.
Atëhere, ju shoh që jemi të energjisë zjarit këtu dhe ju thot, merrni vendimet tuaja, thot. Dhe zgjeni atë pozicionin tuaj. Merrni vendimet tuaja në lidhje me një njohje, me një dashuri, me një person nga e kaluara për pjesën tjetër dhe gjeni atë pozicionin tuaj, pozicionin që ju takon. Ose në lidhje me një punë, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime, atëherë gjeni pozicionin tuaj, si në lidhje me punën, në lidhje me një partneritet, me një bashkëpunim, ose në lidhje me studimet për një pjesë tjetër, në lidhje me dokumenta dhe të ndryshme që ju mund të keni, ose dhe me kontrata të ndryshme. Më thënë, merrni atë vendin që ju takon, thot. Zgjidhni situata, thot, jo me vrull, jo duke u nxituar, por zgjidhni me qetësi gjatë këtij muaji. Është një mesazh shumë domethënës, thjesht duhet jeni të kujdesshëm në marrjen e vendimeve. Ju luftoni ose shikoj më tepër që ju tregojni të vrullshëm, doni të zini atë pozicionin që ju takon ose vendin tuaj, thjesht zgjidhni situatat jo me nxitim, por duke i zgjidhur më me qetësi, në lidhje me çfarë do lloj situate që ju të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ju uroj një muaj sa më të mbarë përsëri, një mbazitë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.